patjetër që një përqindje e caktuar, sa mund të jetë me fjalë ndryshon nga rrethanat, vendet, formimi I tyre kështu me radhë, edhe prindrit janë shkak për largimin e fëmijëve të tyre. Përse? Sepse ndoshta shumë prej prindërve nuk I kuptojnë fëmijët e tyre. Shumë prej prindërve duan që të veprojnë fëmijët e tyre, të veprojnë gjithçka që ata thonë dhe ata mos kenë fare zgjedhje në jetën e tyre. Prindi është ai I cili duhet të formojë, duhet të ndërgjegjësoj, është ai I cili duhet të suportoj, duhet të investoj madje tek fëmijët e vet, por nëse një fëmijë ka dëshirë, bie fjala, të bëhet një mjek shumë I mirë, ai thotë jo, ti do bësh historian sepse kështu dua unë. Ose ndoshta ti je shumë I aftë, mësuesit kanë dëshmuar për ty që ke një inteligjencë shumë të lartë, por unë nuk kam dëshirë që ti të vazhdosh shkollën e lartë dhe master dhe doktorat pas shkollës së lartë, sepse më duhesh mua tek oborri im, tek familja ime, më duhesh me punu tokën. Penalizon në formë. Pra, penalizon fëmijën e vet sepse ndoshta prindi vet nuk ka një formim të mirë. Ndoshta prindi vet është penalizuar dikur nga rrethanat e kohës ku ai jetonte dhe përrjedhoi I duket normale që edhe ky të penalizoj fëmijën e tij. Pra, ka plot raste kur prindrit kanë probleme me edukimin e tyre, nuk dinë të edukojnë fëmijët. Nuk dinë ose nuk kanë vizion të qartë për të ardhmen e tyre. Ai mendon se ka qenë një punëtor I thjesht, por megjithëse ka qenë punëtor I thjesht, ka qenë I ndershëm dhe deri diku me aftësitë e tij, ai ka pasur të ardhura mesatare të kënaqshme për një familje, domethënë mesatare, dhe mendon se edhe fëmia vet mund të jetojë në këtë formë. Ndërkohë që çështja e të ardhurave është diçka tjetër, kurse çështja e aftësive dhe inteligjencës që mund të ketë një fëmijë, nuk duhet ta penalizojmë fëmijën nëse ai don të ndjek shkollën e lartë, ose don të ndjek një drejtim ndryshe nga drejtimi që don t'i jap për shembull prindi e plot raste. Unë kapa çështjen e formimit, çështjen e arsimit dhe çështjen e edukimit, sepse këto janë çështje më të rëndësishme. Po të futemi në analizë, në familje, në detaje, do të shikojmë shkaqe krejtësisht të rëndomta. Dhe kjo vjen nga keq edukimi, vjen nga keq edukimi fillimisht I prindërve në sa ishin ata të ri dhe nga rrethanat e jetës që I ka bërë shumë për prindërve mos kuptojnë jetën ashtu siç duhet. Mirë, por çfarë ndodh? Atëherë duhet patjetër që prindrit të konsultohen me ata që janë më të afirmuar, më të arsimuar, me vetë mësuesit, me vetë pedagogët, të këshillohen dhe të konsultohen me antar të tjerë jashtë familjes, me farefisin e tyre, me kolegët e tyre, me shoqërinë ku jetojnë, me komshit, me fshinjsin, e të gjitha këto derisa të arrit kuptoj për jetën diçka vërtet të dur, të mirë, efikase, efektive për fëmijën e vet dhe mos jetë penalizues për fëmijën e tij.